Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump deklaroi në një intervistë telefonike për CNN se ushtria amerikane po i godet fort objektivat në Iran, ndërsa paralajmëroi se faza më e ashpër e operacionit ende nuk ka nisur. Në bisedën me gazetarin Jake Tapper, Trump u shpreh optimist për ecurinë e operacioneve ushtarake, po i godasin fort, mendoi se po shkon shumë mirë, është shumë e fuqishme, kemi ushtrinë më të madhe në botë dhe po e përdorim, tha ai. Sipas presidentit amerikan, vala e madhe e sulmeve ende nuk ka ndodhur, nuk kanë filluar ende t'i godasin fort, e madhja po vjen së shpejti, paralajmëroi Trump. I pyetur për kohëzgjatjen e konfliktit në lindjen e mesme, Trump deklaroi se nuk dëshiron që lufta të zgjasë shumë në kohë, gjithmonë ka menduar se do të zgjaste 4 javë dhe jemi pak përpara afatit, u shpreh ai. Presidenti konfirmoi gjithashtu se SBA po ndërmerr hapa të tjerë për te operacioneve ushtarake, por theksoi se aktualisht situata mbetet e rrezikshme. Trump tha se surpriza më e madhe deri tani kanë qenë sulmet iraniane ndaj vendeve arabe në rajon, përfshirë Bahreinin, Jordanin, Kuvajtin, Katarin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. U befasuam, u tham, ne e kemi nën kontroll, por tani ata duan të luftojnë dhe po luftojnë në mënyrë agresive, deklaroi ai duke shtuar se këto vende janë të forta dhe të zgjuara. Sa i përket situatës së brendshme në Iran, Trump pretendoi se goditjet fillestare i kanë eliminuar 49 figura të larta drejtuese të vendit. Ishte një goditje e jashtëzakonshme, ata u treguan pak arrogant duke u mbledhur të gjithë në një vend, tha ai, duke shtuar se aktualisht është e paqartë se kush po e drejton vendin. Presidenti theksoi se administrata e tij kishte tentuar të arrinte një marrëveshje me Iranin, por sipas tij negociatat dështuan pasi pala iraniane nuk pranoi të ndalonte pasurimin e uraniumit. Ai kritikoi ashpër marrëveshjen bërthamore të arritur gjatë presidencës së Barack Obamas, duke e cilësuar atë një rrugë drejt bombës atomike. Trump përmendi gjithashtu eliminimin e generalit iranian Qasem Soleimani në vitin 2020 si pjesë të një strategjie afatgjatë kundër Iranit. Kjo është mënyra për të marrë me Iranin, nuk kemi pse të shqetësohemi për marrëveshje, përfundoi ai duke theksuar se operacionet aktuale janë pjesë e një fushate të zgjeruar për të neutralizuar kërcënimin iranian.